Revista Dituria Islame, botimi më jetëgjatë i Bashkësisë Islame të Kosovës, shënon 40 vjetorin e themelimit, duke kurorzuar një rrugëtim të pasur me kontribut në edukimin fetar, zhvillimin e mendimit intelektual dhe promovimin e vlerave kulturore e kombëtare. Për të shënuar këtë jubilej të rëndësishëm, është organizuar një akademi solemne, ku do të vlerësohet roli dhe ndikimi që revista ka pasur ndër vite. Nesër, me një akademi solemne shënojmë 40 vjetorin e veprimtarisë së suksesshme të revistës Dituria Islame. Do të them që në fillim që revista Dituria Islame është tribuna më e gjerë, që ka nxjerrë disa plejada të tëre të publicistëve dhe kontribuesve këtu tek ne. Do të jemi falënderues ndaj gjithë atyre që kanë kontribuar. Që kanë kontribuar me shkrime, me kontribute, me udhëheqjet të ish kryeredaktorëve që nga gjeti ishe deri tek ky fundit, pasandaj personalitete shura që kanë kontribuar në revistë, por megjithatë mbetet që një falënderim të posaçëm, një falënderim këtë veçantë lexuesve tanë që na kanë përcjellë për këto 40 vite dhe kanë pas një dritare për informim, për ngritje shpirtërore, për ngritje kulturore dhe për ngritje akademike. E themeluar fillimisht si revistë fetare dhe informative, Dituria Islame e zgjeroi me kalimin e viteve misionin e saj, duke u shndërruar në një tribunë të rëndësishme të mendimit kulturor, historik dhe kombëtar. Në një periudhë kur shtypi shqiptar në Kosovë përballej me kufizime e ndalime të shumta, faqet e revistës u bën hapësirë për trajtimin e çështjeve më rëndësi kombëtare. Revista Dituria Islame në zonafillën e saj ka qenë revistë fetare dhe informative. Mirëpo si gjitha institucionet dhe organet tjera kanë nda fatin me popullin e Kosovës dhe Kosovën. Në vitet 90 e kaloi vetveten. Merr dimension tjetër, por pas dimensionit fetar dhe informativ, merr edhe dimensionin etnik, kulturor dhe kombëtar. Në revistën Dituria Islame, për shembull, në fillim të viteve 90, kur pushteti i asaj kohe i Serbisë pa të mbyllë të gjitha mjetet e informimit publik, në revistën Dituria Islame janë botuar materiale që janë përgatitur për të përditshmen rilindja, dhe kjo është herë në treg për të çarë terren informativ që pretendonte pushteti serb. Pasandaj është revista e parë e cila fillon hap shtigje për interpretim të historisë, larg premisave dhe larg filozofisë së komunizmit. Këtu i ke ngjarjet e para historike, personalitetet e para të rëndësishme që janë mohuar për një kohë gjatë. Revista Dituria Islame ka ndjek me shumë vëmendje ngjarjet që kanë shoqëruar Kosovën, rezistencën e institucioneve tonë, represionin serb. Përgjatë 4 dekadave, revista ka përcjell nga afër ngjarjet më të rëndësishme që kanë shoqëruar shqiptarët në rajon, nga ringritja e jetës fetare në Shqipëri, të zhvillimet në Bosnjë, lëvizja studentore dhe lufta çlirimtare në Kosovë. Ajo ka dokumentuar momente të rëndësishme të historisë sonë bashkëkohore. Pasandaj ka ndjek me shumë përgjegjësi dhe me shumë ku merr një dimension tjetër pas rrëmjes së sistemit monist, është kronik e hapjes së fesë në Shqipëri, besimit në Shqipëri. Dhe po ashtu ke një sër artikuj, një sër kontribute që i kushtohen ringritjes së komunitetit musliman shqiptar, po dhe lirisë së besimit në Republikën e Shqipërisë. Një segment tjetër, shumë i rëndësishëm, i revistës Dituria Islame është aspekti kulturor dhe historik. Ke shumë tema, nga kultura, trashëgimia, që janë votuar, sidomos në vitet 90-ta, kur kushtet për votim ishin jashtëzakonisht për me nxjerrje në revistë ose një gazete me shpërndarje ka qenë vështirë, ka qenë një vendim i kryesisë së Bashkisë Islame të asaj kohe, po dhe të kësaj kohe, që vazhdon sot e kësaj dite, që revista të dalë dhe të krijojë atë hapësirë që ka qenë e mundshme. I ka kushtuar një rëndësi të veçantë edhe zhvillimin në Bosnjë, luftën në Bosnjë, gjenocidin që kanë bërë
forcat serbe në Bosnë. Më vonë, revistën Dituria Islame e kemi mbështetëse të fuqishëm të lëvizjes së studentëve, pasandaj të luftës shërimtare të Kosovës dhe lirisë së Kosovës. Revista Dituria Islame, në vitet 90 të shekullit të shkuar, ku Kosova ishte në okupim klasik, jo që jo pjesë e historisë së Kosovës, jo që ka bashkë vepru ose ka ecë bashkë me popullin, po ka bërë historinë e Kosovës. Për 4 dekada me radhë, revista Dituria Islame ka qenë jo vetëm burim i edukimit dhe kulturës fetare, por edhe një tribun e rëndësishme e mendimit intelektual, kulturor dhe kombëtar, duke kontribuar në formimin e brezave, ruajtjen e identitetit dhe promovimin e vlerave islame e shqiptare. Revista Dituria Islame ka tejkaluar kufijtë e Kosovës, ajo ka shërbyer si urë komunikimi, forum dialogu dhe kronik e zhvillimeve fetare, shoqërore e kulturore ndër shqiptar.